Pas rikthimit në ekipet e tyre, legionarët kuqezi kanë vazhduar me paraqitje të shkëlqyera, duke qenë protagonist me gola dhe asiste gjatë fundjavës. Sulmuesi kombëtares Rej Manaj gjeti sërish rrugën e rjetës me skuadrën e tij Al Sharaja, duke shënuar golin e dytë në fitoren 2-0 ndaj Al Dhafra. Ky ishte goli i tij i dytë për këtë sezon me fanellën e klubit arab. Nazmi Gripshi po kalon një formë të jashtëzakonshme me Astana. Në fitoren 5-3 ndaj Aktobe, ai realizoi një pika e bardhë, duke çuar në 16 numrin e golave sezonal në kampionatin kazak dhe duke kryesuar renditjen e golashënuesve. Rrugën e rjetës e gjeti edhe Yasir Hasani, i cili dha fitoren skuadrës së Estehlal ndaj Mes Rafsanjan me një gol vendimtar në minutën e 11 të takimit. Në Turqi, Arlinda Jeti ishte protagonist me një asist në barazimin 1-1 të Bodrumspor në transfert ndaj Erokspor. Qendërmbrojtësi kuqezi shërbeu sakt për Fredi në minutën e 29 të, duke zhbllokuar rezultatin. Në Itali, Ylber Ramadani u shpall lojtari më i mirë i ndeshjes në takimin mes Lecce dhe Sassuolo, të mbyllur në barazim 0-0. Mesfushori kuqezi shkëlqeu me një performancë shumë të mirë dhe ndikim të madh në mesfush. Momenti veçantë edhe për Arbër Hocën, i cili e nisi si titular ndeshjen Dinamo Zagreb Osijek, ndërsa para takimit mori çmimin si lojtari i muajit në kampionatin kroat në vlerësim të paraqitjeve të tij të shkëlqyera dhe kontributit të madh për skuadrën e tij. Një tjetër lajm pozitiv ishte rikthimi në fushë i Ardian Ismailit, që ka lënë pas dëmtimin dhe mori disa minuta në fitoren e Torinos ndaj Napolit. Titular këtë javë ishin gjithashtu Thomas Trakosha, Enea Mihaj, Berat Gjimshiti, Medon Berisha, Julian Shehu, Kristian Aslani, Qazim Laçi, Adrion Pajaziti, Mirlind Daku dhe Taulan Seferi.